Robert Berisha është një personazh mjaft i dashur për publikun. Në çdo dalje ose deklaratë të tij, ai do të bëhet menjëherë viral, siç është bërë dhe së fundmi. Robert Berisha nuk i ka kursyer disa kritika për kolegët e tij në përgjithësi. I ftuar në një emision, ai tha se daljet publike janë shumë të rëndësishme për të, siç duhet të jenë për çdo artist. Duke shkuar në intervista që është mirë me shku krejt artistat, se kohët e fundit janë bërë me një mdhej, nuk shkojnë nëpër intervista, u shpreh ai duke treguar kështu irritimin që ka, por duke mos treguar asnjë emër. Robert Berisha shpreh pa kënaqësitë e tij me refuzimin e artistëve, duke marrë parasysh që ai vetë e udhëheq një emision.